Kryeministri britanik Keir Starmer u pyet sot nga gazetarët në Tiranë gjatë konferencës me Edi Ramën nëse do të kërkonte ndjesë në emër të shtetit britanik për ofendimin që ish ministrja e brendshme Suella Braverman u bëri shqiptarëve disa vite më parë. Starmer tha se nuk pranon që të bëj komente për qeveritë e kaluara. Fakti që un jam kryeministri i parë britanik këtu duhet shihet edhe si një deklaratë qëllimi për mënyrën si e shikojmë në Shqipërinë dhe kryeministrin Rama dhe forcën që ka marrëdhënia jon. Nuk duhet bëj komente për kryeministrat të mëparshëm të Britanisë së Madhe. Qasja ime është jo të bërtas për problemet, por të jem shumë pragmatist dhe të zgjidh ato, thot ai gjatë konferencës së përbashkët për shtyp. Rama gjithashtu ju përgjigj interesit të gazetarëve britanik lidhur me mundësinë që Shqipëria të pranojë ndërtimin e një qendre pritjeje për emigrantët e paligjshëm të Mbretërisë Bashkuar të ngjashme me marrëveshjen që Tirana ka nënshkruar me Italinë. Kryeministri e përjashtoi kategorikisht një mundësi të tillë, duke nënvizuar se marrëveshja me Italinë është e vetme dhe nuk do të ketë asnjë tjetër me vende të tjera. Që në fillim kemi qenë shumë të qartë se marrëveshja me Italinë është unike si rezultati i marrëdhënies veçantë që kemi me këtë vend, por edhe për shkak të kontekstit gjeografik që e bën të kuptueshëm bashkëpunimin. Disa vende na kanë pyetur nëse do të ishim të hapur për një model të ngjashëm, por përgjigjja jon ka qenë jo. I shndrojmë besnik martesës që kemi me Italinë, pjesa tjetër është vetëm dashuri, u shpreh Rama në mënyrë ironike, por me nota humori.